në vitin 1453, kur Evropa tronditet për arsye se Konstantinopoli famshëm bjen në duart e Osmanëve, një ndër të parët që shkojnë me shkru marrëveshje me ta jonë Venedikasit. Dhe Evropa i qorton, thot, si ju të krishterë, po shkoni po në nënshkruani marrëveshje me Perandorin Osmane, përgjigja atyre ishte kësi: et siamo prima veneziani e poi cristiani. Jemi mas parit krishterë, mandej Venedikas. Prandaj i kanë mbrojt interesat e Venedikas. Dhe Skënderbeu asnjëherë nuk ka pas raportet mirëfillta me Venedikun. Edhe papët të cilët me përjashtim të papës... Ka dokumente që është ankuar për këtë sjellje të tyre, që flasin për shqetësimet e kohës, se nuk i qëndrojmë pranë për shpartallu Perandorinë Osmane, për ndalë hegemoninë e saj. Interesat e Evropës i shohim në raport. Për shembull, mbretëria e Napolit, që në këtë kohë udhëheqej nga Alfonsi Napolit, mandena nga Ferdinandi, mandena edhe nga trashëgimtari i tij Alfonsi. Skënderbeu ka një marrëveshje, quhet marrëveshja e Gaetës, e 26 marsit të vitit 1451, ku ai lidh marrëveshje për me ndihmu Ferdinandi në raport me forcat osmane, edhe i dërgon një 1500 luftëtarë Skënderbeut, por ata një pjesë e tyre vriten në betejën e Beratit, kur tradhton Mojsi Golemi, edhe në këtë kuptim Ferdinandi, po edhe Alfonsi, e shohin luftën e Skënderbeut në interes edhe të tyre, për arsye se ai luftonte për pushtimin e Italisë dhe dominimin në raport me Venedikun. Domethënë, në vend që ata ti lidhin forcat mes veti, Republika e Napolit ishte kundërshtare me Venedikun. Dhe Skënderbeu, duke krijuar aleat, e kërkon bashkëpunimin me Republikën e Napolit dhe krijot armiqësia me Venedikun, se Evropa nuk ishte unike vetë në interesat e veta. I vetmi aleat më real ka qenë Janusz Hunyadi i Hungarisë, pse edhe Hungaria ishte në vijën e parë të luftës, se Osmanët i kishin dy drejtime drejt Evropës. Një përmes Hungarisë ka Evropa qendrore, synonin Vjenën, kryeqendrën e Perandorisë Habsburge, dhe nga jugu përmes Shqipërisë në Romë. Dhe duke qenë në veri në vijën e parë të frontit hungarezët, duke qenë në jug shqiptarët, atëherë interesat e tyre ishin të drejtë për drejta. Dhe të vetmin bashkëpunim real në forcat evropiane të Skënderbeut të kemi me Hungarinë, me Janusz Hunyadin, gjë që edhe betejë e dytë e Kosovës, që është më pak e njoftun se historiografia serbe ka qitë në hije, duke ia rëndësi 1448, me 17, 18 dhe 19 tetor, 1448, kështu që Skënderbeu ka zhvilluar një politikë aktive të jashtme, po për fat keq vetë ajo partikularizmi, ndarja e Evropës për interesat ndryshme nuk i ka shku për interes Skënderbeut dhe nuk ka pas përkrahje të mirëfillt, domethënë në këtë kuptim. Në drejtim tjetër ka pas, përveç me Republikën e Venedikut, përveç me Republikën e Napolit, ka pas edhe me Raguzën. Po me Raguzën ka pas më tepër karakter ekonomik, se Raguza për ta ruajtur atë pavarësinë e vetë ka zhvillu një politikë neutrale.